Komisioni Evropian publikoi raportin vjetor për zgjerimin zëvendës presidentja njëkohësisht përfaqësuese e lartë për politikën e jashtme dhe sigurinë, tha se plani i zgjerimit dhe ai i investimeve është shumë i kënaqshëm. Pikët më të larta janë për Shqipërinë, Ukrainën, Malizi. Perspektiva është e miksuar për Kosovën, Bosnjën, Hercegovinën. Malizi është vendi që ka përparuar më shumë në procesin e aderimit në BE. Shqipëria ka një vrull të paprecedent dhe të dy janë favoritët për anëtarësim të shpejtë në BE. Zgjerimi është një politikë prioritare për ne dhe për situatën gjeopolitike. Zgjerimi është një nevojë për të bërë lojtar në skenë, me të drejta të plota. Kjo dritare është e hapur dhe vendet që aspirojnë duhet ta shfrytëzojnë këtë. Komisionerja për zgjerimin Marta Kos theksoi se viti 2025 ka qenë një vit shumë i suksesshëm në përpjekjet në planin e zgjerimit të Bashkimit Evropian. Progresi arritur deri tani, siç e tha edhe zëvendës presidentja Kaja Kallas, është mbreslënës për Shqipërinë, Malin e Zi. Vendet kandidate kanë kuptuar rëndësinë të qenit pjesë e BE-s. Kandidatët tanë kanë qëllime ambicioze. Mali i Zi kërkon të antarësohet në 2026, Shqipëria në 2027. Dua të them se këtë vit vendet kandidate kanë përparuar shumë. Shqipëria ka bërë përparime të jashtëzakonshme. 5 nga grup kapitujt e negociatave janë hapur dhe pritet të nisin negociatat edhe për një grup kapitull i ri tani në nëntor. Edhe këto rezultate janë fal angazhimit të fortë politik dhe aspiratës së vetë qytetarëve të saj. Pasi siç e dini, mbi 91% e shqiptarëve mbështesin antarësimin e vendit në BE. Mikael Geller, eurodeputet nga grupi Partive Popullore Europiane, gjatë prezantimit të progres raportit për Shqipërinë, tha se po thellohet lufta ndaj krimit organizuar dhe korrupsionit, ndërsa kërkoi që Tirana zyrtare të bëjë më shumë në këtë drejtim. Komisioni Evropian thekson rolin e strukturës së prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Në progres raport nënvizohet se SPAK ka krijuar një rekord të fortë në ndjekjen e korrupsionit në nivele të larta, përfshirë zyrtarë dhe politikanë të rëndësishëm. Megjithatë, në dokument raport ngrihet shqetësimi se korrupsioni në Shqipëri mbetet i përhapur në sektor të ndjeshëm dhe se institucionet për parandalimin e tij kanë ndikim të kufizuar. Raport progresi i Komisionit Evropian rekomandon që kontrolli i deklarimeve të pasurisë të bëhet më efektiv dhe transparent, ndërsa thekson edhe rëndësinë e një gjyqësori të pavarur nga ndërhyrjet dhe presionet e politikës.